kam taku njerëz, ishte për qëllim sahabët që dukeshin sikur se të çmendur prej dhikrit të madh të Allahut. Sot duke shfletu për këtë çështje, rastisa ta dëgjoj një komentim të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, fjalës së Allahut: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira", o ju që keni besuar përmendni Allahun me një përmendje të madhe. Ibn Abbasi kur e komentoi këtë ajet tha: kam taku njerëz, ishte për qëllim sahabët që dukeshin sikur se të çmendur prej dhikrit të madh të Allahut. Dukeshin sikur se këta njerëz nuk ka diçka në rregull me ta. Kjo për shkak të dhikrit të madh që i bën ndaj Allahut azza wa jall. Për një me kam pas si ajrin apo si peshku ujin. Nuk e kam pas teori që fatkeqësisht që kemi ne.